Matematika. Pas kanë ardhur shumë shoqe shoqe. Do të përgatisim ushqime shumë të shijshme për ta. Po ju njoftoj tani me miqtë mi. Kjo është Luna. Mirë se erdhe Luna. Ky është Kali. Përshëndetje Kali Bardh. Kjo është Ana. Eja Brenda. Dhe në fund, Maca e bukur. Tani, le të përgatisim ushqimet. Së pari, po e bëjmë një supë me perime. Le ta mbushim tenxherën me ujë. Tash t'i pastrojmë perimet. Kjo është karrota. Karrotat janë perime të ëmbla me ngjyrë të portokallt, janë të pasura me vitaminë A, e cila është shumë e mirë për shëndetin e syve. Ky është speci i gjelbër. Specat mund të kenë edhe ngjyrë të verdhë apo të kuqe. Kanë shumë vitaminë C që na ndihmon të jemi të shëndetshëm. Ky është kungulli. Kungujt janë perime me ngjyrë të portokallt, janë të butë e të ëmbël. Mund t'i përdorim në supa apo mund të përgatisim edhe pite me kungull. Shtojmë edhe domate. Domatet janë perime të lëngshme, të ëmbla, që mund të kenë ngjyrë të kuqe, të verdhë, të gjelbër ose të portokallt. Mund t'i ham në feta të vogla, mund t'i shtojmë në sallata, ose mund të përgatisim salca me to. Në fund po shtojmë edhe brokoli. Brokolit janë perime me ngjyrë të gjelbër dhe kanë formën e pemës. Ndoshta nuk ju pëlqen ira e brokolit sepse është pak e rëndë, por ai është shumë i shëndetshëm sepse është plot me vitamina dhe fibra. I kemi vendosur të gjitha perimet në tenxhere. Tani po i hedhim pak krip dhe pak piper të zi. Po i vendosim tenxherën në shporet që të zihet supa. Këtu e ndezim shporetin. Tash ka filluar që të vloj. Apo e shihni ovullin? Ndërkohë, le të përgatisim vezën. Marrim një vezë në kuti. E thejmë dhe e qesim në tigan. Ja hedhim pak krip dhe presim deri të përgohet. Veza është gati. Po e vendosim në pjatë. Vezët janë ushqim i butë me shumë proteina. Mund t'i ham të zira, mund t'i fërgojmë ose mund të bëjmë omlet me to. Tash po i përgatisim vishlet. E marrim plastelinën e kuqe dhe i bëjmë formën e vishles. Po i bëjmë 2 copa. Le t'i fërgojmë tani në tigan.
Edhe vishllet janë gati. I vendosim edhe këto në pjatë. Tash, le të bëjmë gati edhe pak djathë. E marrim plastelinën. E vendosim formën e djathit. Dhe ja, djathi është gati. Po e bëjmë edhe një tjetër. Djathin e kemi bërë në formë trekëndëshi. Copat e djathit i vendosim në pjatën me ngjyrë të verdhë. Djathi është ushqim në formë kremi, i cili është i pasur me kalcium e proteina, që na ndihmojnë të kemi dhëmbë dhe eshtra të fortë. Edhe supa që në ka zirë tashmë. E marrim garushten dhe i mbushim pjatat. Ti bëjmë gati edhe disa pjesë bukë, e të bëjmë tosta. E marrim brumin, e vendosim në makinë, e shtypim mirë. Dhe ja, buka është gati. Tostat kanë formë drejt këndëshe. 1 2 Çka të përgatisim tjetër? Ndoshta ju pëlqejnë edhe waffles. Këtu e kemi anën për waffles. Qenë ka në formë rrethi. E vendosim brumin. Tani le ta shtypim mirë. Dhe ja ku është waffle. Tani le t'i presim frutat dhe të bëjmë një sallatë frutash. E para është dredza me ngjyrë të kuqe. Ti vendosim në një enë dredza. Tash po i presim edhe shalqirin. Shalqiri. E ndajmë edhe mollën në 2 pjesë. Molla. Edhe bananën. Bananja. Po i presim edhe ananasin. Ananasi. Dhe në fund edhe rushin. Dhe rushi. Këtu është edhe ushqimi për macën në enën e saj të vogël. Në fund, po e përgatisim edhe një tortë me ngjyra. Po e bëjmë një petë të kuqe. Një të gjelbër. I vendosim një mbynje. Tani një të kaltër.
të verë. Dhe po javëm edhe një qershim me tortë. Tash po e mbushim tavolinën me ushqimet që I kemi përgatitur. Reza, vishllët, djathi, supa, 1, 2, 3, 4, buka, waffle, frutat dhe torta e shijshme. Tani të gjitha ushqimet janë në tavolinë. Musafirët tanë po kënaqen duke ngrënë dhe duke qeshur me njëri tjetrin. Sa të lumtur janë.